Ekziston vetëm një arsye pse dikush kthehet në jetën tënde pasi ka lënë shenja në shpirtin tënd. Ndonjëherë jeta të vë përpara njërit prej proceseve më të vështira që mund të përjetohen. Kthimi I asaj personi që të ka lënduar, që është larguar pa vlerësuar atë që ke ndjer, që nuk dinte të shikonte as besnikërinë tënde, as sinqeritetin e dashurisë sate. Dhe pa asnjë paralajmërim, ai person kthehet, shfaqet në mesazhet e tua, trokas sërish në derën e botës sate dhe përpiqet të gjejë një vend në të tashmen tënde. Atëherë shtrohet pyetja e pashmangshme: çfarë shkakton këtë kthim? Çfarë e shtyn dikë të kthehet kur dukej se gjithçka kishte mbaruar? Ekziston një e vërtetë brapa kësaj. Njerëzit kthehen kur jeta u tregon me gjithë qartësinë e saj vlerën e asaj që kanë lënë pas. Për ta kuptuar vërtet këtë, është e nevojshme të shikosh përtej sipërfaqes dhe të zhytesh në dinamikën emocionale, psikologjike dhe shpirtërore që e ushqen këtë lëvizje. Dëgjo me vëmendje, sepse kjo nuk flet për ta, por për zgjimin tënd. Së pari, ata kthehen kur jeta u mëson një mësim që ti e kishe mësuar tashmë. Kur ishe me atë person, jepje më shumë se sa merrje. Kuptim, pranim tënde, kujdes, ndershmëri dhe atë ndjenjë sigurie që lind vetëm në lidhjet e vërteta. Ti I kuptoje heshtjet e tyre, përqafoje plagët e tyre dhe dashurose me një thellësi që nuk ishte e zakonshme. Por në atë moment, ata nuk e pan. Largoheshin të bindur se do të gjenin diçka më emocionuese, më të thjesht ose më të mirë. Por jeta ka mënyrën e vet për të treguar të vërtetën. Dhe në atë rrugë, ata hasën lidhje sipërfaqësore, dashuri të kushtëzuara dhe njerëz që nuk dinin t'i mbajnë në ditët e vështira. Pikërisht atëherë fillon të shfaqet kujtimi yt, fillimisht me një farë zbutjeje e pastaj me një intensitet që dhemb, sepse një dashuri e vërtet nuk përsëritet me të njëjtën thelb. Mendja mund të përpiqet të justifikojë vendimin e largimit, por zemra ruan kujtimin e asaj që ishte reale. Siç ka thënë Carl Jung, e pavetëdijshmja ruan atë që vetëdia përpiqet ta mohojë. Dhe në atë hapësirë të thellë, ti ke vazhduar të ekzistosh për ata person edhe pas largimit tënd. U bëre një gjurmë e brendshme, një ndjenjë e njohur që askush tjetër nuk mund ta zëvendësonte. Me kalimin e kohës, ata kuptuan se ajo që mendonin se do ta gjenin ishte vetëm një ide, një projekcion, dhe se realiteti nuk kishte të njëjtën të vërtetë si ajo që kishin jetuar me ty. Së dyti, ata kthehen kur pendimi fillon të mos injorohet më. Në fillim është vetëm një mendim kalimtar, një kujtim I tua, një gjest I butësisë sate, qetësia që ndjenim pranë teje. Por ai mendim rritet dhe shndërrohet në pyetje që nuk gjejnë paqe. Pse u largova? Pse nuk dija ta ushqeja atë që kisha? Pse nuk e vlerësova? Pendimi nuk lë paqe. Dhe kur ky bar bëhet më e rëndë se krenaria, lind dëshira për t'u kthyer. Por ajo që shpesh nuk e kuptojnë është se ky pendim lind nga hija e tyre e brendshme, nga ajo pjesë e tyre që kanë shmangur ta shikojnë. Ata besonin se gjithçka do të shkonte mirë kur të largoheshin, por ajo që gjetën ishte pasqyra e kufizimeve të tyre, papjekuria, egoja, vështirësia për të njohur dashurinë e vërtetë. Me kalimin e kohës, kjo zë e brendshme bëhet më intensive dhe ky impuls për t'u kthyer nuk do të thotë gjithmonë se ata kanë ndryshuar. Shpesh do të thotë se po përpiqen të lehtësojnë barrën e vendimeve të tyre. Së treti, ata kthehen sepse pranë teje kanë mësuar çfarë do të thotë të ndjehesh në shtëpi. Ti nuk ishe thjesht dikush në jetën e tyre. Ishe hapësira ku mund të linin mbrojtjet poshtë, ku shurma e botës heshte, ku nuk duhej të shtireshin. Ka njerëz me të cilët jetohen aventura, por ndjesia e shtëpisë jetohet vetëm një herë dhe ti mishëronin atë vend. Jashtë ishte gjithçka kërkesë, dukje, konkurrencë, lidhje sipërfaqësore. Pranë teje kishte qetësi. Ti mund t'i lexoje heshtjet e tyre, t'i mbaje proceset e tyre, të besoje te ata edhe kur ata vetë dyshonin tek vetveta. Nuk duhej të shpjeheshin shumë, sepse ti kishe kuptuar. Dhe kur u larguan, nuk po iknin prej teje, po iknin nga përgjegjësia emocionale e të qenit vërtet të dashuruar.
Ai proces që Carl Jung e quajti individuimi, takimi me hijen dhe të vërtetën e vet, në atë moment ishte shumë konfrontues. Të dashurosësh ty do të thoshte të rriteshe, të lije pas papjekurin, maskat dhe mekanizmat mbrojtëse, dhe për këtë nuk ishin gati. Prandaj vendosën të largoheshin. Por koha mëson atë që arratia vetëm e shtyp. Arratia nuk ndryshon askënd, vetëm vonon mësimin. Dhe kur fillojnë të shikojnë brenda, kuptojnë se vendi nga u larguan ishte i vetmi ku mund të ishin autentik. Së katërti, ata kthehen kur jeta u tregon pasqyrën e veprimeve të tyre. Kjo nuk është ndëshkim, është një uri. Gjithçka që nuk dinin ta vlerësonin, e përjetojnë tani nga ana tjetër. Indiferenca që kanë mbjell bëhet indiferenca që marrin. Distanca që kanë vendosur shndërrohet në braktisje. Plagët që kanë shkaktuar shfaqen tani në lëkurën e tyre. Dhe në këtë proces qahet diçka, rrëfimi ku kishin të drejtë. Pikërisht atëherë zbulojnë ndryshimin ndërmjet një lidhjeje që vetëm zëvend dhe një dashurie që mbartë, kujdeset dhe ndërton. Fillojnë të kuptojnë se ajo që kishin me ty nuk ishte e zakonshme, nuk ishte e lehtë të gjendej, nuk zëvendësohej. Kur kjo e vërtet bëhet e qartë, krenaria humbet kuptimin. Egoja humb zërin e saj dominues dhe nga ajo rënje e brendshme lind impulsi për t'u kthyer. Jo gjithmonë nga transformimi i plot, por nga vetdia e asaj që kanë humbur. Së pesti, ata kthehen kur zbulojnë se jeta pa energjinë tënde peshon më rënd. Kur ishe pranë, shumë gjëra rrjedhnin pa i vënë re. Emocionet e tyre ishin më të stabila. Qëllimet e tyre dukeshin të arritshme. Ditët e vështira nuk ishin aq të errëta. Jo sepse vareshin prej teje, por sepse prania jote krijon ekuilibër. Ishe motivim pa imponuar, mbështetje pa kërkuar, shoqëri pa kushte. Dhe kjo kuptohet vetëm kur zhduket. Atëherë vjen kontrasti. Sukseset ndjehen të zbrazta. Bisedat sipërfaqësore nuk ushqejnë. Momentet e rëndësishme nuk kanë askënd me të cilin mund t'i ndash vërtet. Dalë nga dalë fillojnë të shohin se forca që e konsideronin të tyre ishte e lidhur thellë me mënyrën se si ti I kishe parë, me besimin që kishe mbjell tek ata, me paqen që ti rrezatoje. Dhe kjo njohje nuk vjen menjëherë. Vjen ngadalë, si një e vërtet që bie pik derisa depërton të gjitha mbrojtjet. Jo koha është ajo që I shëron, por koha u tregon kush ishe vërtet ti. Jeta zbërthen iluzionet e tyre njëra pas tjetrës, derisa mbetet vetëm thelbi. Ata kanë humbur dikë që I donte me qëllim, që nuk ishte I përsosur por I ndershëm, që nuk premtoi përjetësi por praninë e vërtetë. Dhe kur kjo siguri nuk mund të injorohet më, përpiqen të kthehen, jo sepse e kaluara mund të përsëritet, por sepse tani mund të shohin qartë atë që më parë nuk dinin ta kuptonin. Së gjashti, ata kthehen sepse ajo që ekzistonte midis jush nuk është shpërbër, është vetëm vendosur në pauzë. Ka lidhje që nuk varen nga afërsia fizike apo kalimi I kohës. Mund të ka përcejnë muaj apo vite heshtjeje dhe megjithatë të mbeten të gjalla diku brenda. Pranteje ata nuk paten vetëm një marrëdhënie, por jetuan një përvojë që la gjurmë në identitetin e tyre. Ata u përpoqen të shpërhiqeshin, të mbushnin boshllëkun me njerëz të rinj, të bindnin veten se gjithçka kishte të I kaluar, por autentikja nuk fshihet me zëvendësime. Mendja mund të ndërtoj fjalime për të ecur përpara, por thelli vazhdon të ekzistojë, një kujtesë emocionale që nuk I bindet logjikës. Siç shpjegoi Carl Jung, e pavetëdijshmja manifestohet nëpërmjet imazheve, kujtimeve të përsëritura dhe ëndrave. Dhe ti u bëre një simbol në botën e tyre të brendshme, jo si fantazm që I ndjek, por si referencë e asaj që ishte reale. Ata mund t'u thonë të tjerëve se nuk u intereson. Mund të përsërisin se gjithçka I përket të kaluarës, por çdo lidhje e re u tregon atë që mungon. Bisedat nuk shkojnë aq thellë. E qeshura nuk ka të njëjtën të vërtetë. Intimitetit emocional nuk arrin të njëjtën thellësi. Sepse ti nuk ishe vetëm një epizod romantike, ishe një para dhe pas në historinë e tyre personale. Një moment zgjimi, të cilin e kuptuan vetëm kur ti nuk ishe më aty. Dhe aty zbulojnë diçka që dhem ta pranosh,
nuk ekziston një version i dytë i dikujt që deshi siç deshe ti. Së shtati, ata kthehen kur kuptojnë se jo të gjithë din të duan me atë intensitet me të cilin ti dashuroje. Në një kohë kur gjithçka është e shpejtë, e zëvendësueshme dhe sipërfaqësore, mënyra jote e lidhjes ishte ndryshe. Ti nuk jepje dashuria gjysmë, nuk ishe i pranishëm vetëm kur ishte e lehtë. Ti nuk e ktheve dashurinë në një lojë kushtesh. Mënyra jote e dashurosjes përfshinte praninë, angazhimin emocional, durimin dhe besnikërinë. Dhe kjo lloj thellësie nuk është e zakonshme. Shumica e njerëzve kalojnë vite duke kërkuar diçka të tillë, dhe shumë nuk kanë as pjekurinë e nevojshme për ta njohur kur e gjejnë. Sepse të dashurosh vërtet kërkon të shikosh brenda vetes, të kapërcesh pasiguritë, të shërosh plagët dhe të marrësh përgjegjësinë emocionale. Dhe në atë moment të jetës së tyre nuk ishin gati për këtë. Ata ngatëruan intensitetin me paqëndrueshmëri, ngatëruan qetësinë me rutinë, ngatëruan sigurinë me mungesë emocioni. Ata besonin se mund ta gjenin të njëjtën gjë diku tjetër, por ajo që gjetën ishin lidhje të kushtëzuara, dashuri sipërfaqësore, marrëdhënie të mbajtura nga egoja ose interesi. Dhe atëherë ndodh njohja. Ajo që kishin me ty nuk ishte e përsosur, por ishte e vërtetë. Dhe asgjë nuk peshon më rënd se njohja se dashuria më e sinqertë që kanë njohur ndonjëherë ishte pikërisht ajo që nuk dinin ta ushqenin. Së tejti, ata kthehen kur mund të shohin qartë me në fund. Ka momente në jetë kur një person nuk e njeh vlerën e asaj që ka, jo sepse nuk ekziston, por sepse brenda nuk është gati ta shohë. Ndjek iluzione, dëgjon zëra të rrem, zgjedh rrugë që e largojnë nga ajo që kishte vërtet nevojë. Pastaj jeta, ose procesi shpirtëror i secilit, e lejon të përjetojë humbjen, jo si ndëshkim, por si transformim. Sepse ka dashuri që mbërrin para se vetdia të jetë gati t'i mbajë. Dhe vetëm pas boshllëkut, vetmisë, gabimeve dhe mësimit të brendshëm, ndryshon diçka. Krenaria dobësohet, egoja ndalon të drejtojë, zemra bëhet më e përullur, shpirti bëhet më i vetëdijshëm. Dhe kur kjo ndodh, ndryshon edhe perceptimi. Pa pritur ata kuptojnë atë që nuk mund ta shihnin më parë, qëndrueshmërinë tënde, aftësinë tënde për të mbetur, forcën tënde emocionale, mënyrën tënde të dashurosjes pa maska, jo nga idealizimi apo lakmia, por nga e vërteta. Dhe në atë moment ndjejnë impulsin për t'u kthyer, jo gjithmonë sepse meritojnë një shans të dytë, por sepse mund të shohin tani ashtu siç ishte vërtet. Së nënti, ata kthehen kur kalojnë të njëjtën dhimbje që kishin mbjell dikur tek ti. Dhimbja ka një aftësi që asgjë tjetër nuk ka. Zbërthen egon, shkatëron mbrojtjet dhe detyron të shikosh brenda. Më parë ata minimizonin ndjeshmërinë tënde, thoshin se po e teproje. Nuk e kuptonin peshën e ftohtësisë së tyre, as plagën që la indiferenca e tyre. Për ta ishte vetëm distancë, për ty ishte hutim, net pa gjumë, pyetje pa përgjigje. Por jeta çdo njeri e vendos herët avon në vendin ku ka nevojë të kuptojë. Dhe atëherë shfaqet dikush që i trajton me të njëjtën mungesë me të cilën të trajtuan ty. Dikush që nuk përgjigjet, që premton dhe nuk mban, që largohet pa shpjeguar. Në atë çast, iluzionin qahet. Ajo që ishte e pakuptueshme më parë, bëhet e qartë. Ata ndjejnë në lëkurën e tyre boshllëkun që ti ke ndjer, pasigurinë që ti ke mbajtur, barën e të dashuruarit pa u zgjedhur. Dhe kur kthehen prapa, kujtimi nuk i mbron më. Ata shohin durimin tënd, shohin përpjekjet e tua për të mbajtur atë që po rrëzoi, shohin sa herë ke falur atë që të dhem. Dhe kuptojnë se ata kanë lënduar dikë që nuk kishte kur qëllim t'i plagosej. Kjo vetëdijsim nuk është e butë, është një goditje direkte në shpirt. I detyron të përballen me atë pjesë të vetes së tyre që e kanë shmangur kaq gjatë. Dhe në këtë proces, kthimi bëhet një mënyrë jo vetëm për të kërkuar praninë tënde. Ata kërkojnë lehtësim, shpëtim, të falin veten nëpërmjet teje. Së dhjeti, ata kthehen kur ndjejnë se ti ke ndalur t'u takosh energjetikisht. Ndërkohë që ti ende prisje, ndërkohë që një pjesë e teje mbetej ende e hapur, ata mund ta ndjenin.
Edhe kur nuk flisnin, edhe kur ishin larg, ekzistonte një hapësirë në zemrën tënde që ishte rezervuar për kthimin e tyre. Dhe kjo siguri u jepte qetësi. Ata disi se ti ishte ende aty. Por gjithçka ndryshon ditën kur ti vërtet fillon të shërohen. Në momentin kur ndalon të kërkosh të kaluarën, në momentin kur energjia jote ndalon t'i kërkoj, në momentin kur shpirti yt vendos t'i lëshoj. Kjo lëvizje e brendshme, e heshtur dhe e thellë, është e ndjeshme. Pa pritur ata ndjejnë mungesën tënde në një mënyrë siç nuk e kanë ndjerë kurrë. Ku dikur kishte ngrohtësi, tani ka heshtje. Ku dikur kishte siguri, tani ka boshllëk. Dhe kjo boshllëk i konfronton, sepse ndërkohë që ti ishe emocionalisht i disponueshëm, ata nuk duhej të vinin në dyshim asgjë, nuk duhej të shikonin gabimet e tyre, nuk duhej të rriteshin. Dashuria jote mbante edhe atë që ata nuk donin ta punonin brenda vetes. Por kur ti tërhiqesh vërtet, shfaqet pasqyra. Heshtja që lë pas bëhet zbuluese. Siç vuri re Carl Jung, hija është gjithçka që ne shmangim ta njohim brenda vetes, dhe të humburit e teje i detyron t'u ballafaqohen me ato anë të hijes pa rrugëzgjidhje. Atëherë ata fillojnë të kujtojnë momentet kur ti jepje pa kërkuar gjë, herët kur ti dëgjoje në ditët e tyre më të vështira, mënyrën se si ti perceptoje atë që ata vetë nuk mund ta shprehnin. Këto kujtime nuk vijnë sepse ata duan, shfaqen sepse ishin reale. E pavetëdijshmja nxjerr në sipërfaqe atë që kishte të vërtetë, kur percepton se humbet përfundimisht, dhe aty ata kuptojnë diçka që nuk mund ta shihnin më parë. Dashuria e vërtetë nuk është intensitet i vazhdueshëm, nuk është dramë emocionale, është qëndrueshmëri, koherencë, praninë. Dhe ti ishe kjo. Ndërkohë që ata ndiqnin konfirmime të jashtme, marrëdhënie sipërfaqësore dhe fantazi të ndërtuara nga pritshmëri jo reale, e vërteta ishte pranë teje. Por iluzionet nuk i rezistojnë provës së jetës, ato shpërbëhen, dhe ajo që mbetet është boshllëku. Ky boshllëk është ai që i shtyn të kthehen, sepse tani ndjejnë atë që ti ke ndjer, dyshimin, ndjenjen e të mosqenit i zgjedhur, plagën e heshtjes, jo si ndëshkim, por si zgjim i ndjesisë. Ata fillojnë të kuptojnë procesin tënd, lotët e tu, distancën tënde, mënyrën tënde të rindërtimit të vetes, dhe zbulojnë diçka që nuk e kishin marrë kurrë parasysh. Ndërkohë që ata ishin të zënë me ikjen, ti luftoje betejë të brendshme që ata nuk u ndalen kurrë t'i shikojnë. Me kalimin e kohës që zbulon gjithçka që nuk mund ta shihnin më parë, ata kthehen me shpresën se dera, të cilën dikur e lan pas, ruan ende një hapje të vogël. Ata nuk kthehen në të njëjtin vend, kthehen te kujtimi i asaj që ishin me ty. Sepse herët avon çdo njeri mëson të dallojë midis atij që vetëm i mbush kohën dhe atij që vërtet ka mbajtur zemrën e tij. Fillimisht ata u joshën nga ajo që shkëlqente, vëmendja e menjëhershme, emocionin e sëres, intensitetin që dukej si lidhje. Por ata ngatëruan tërheqjen me thellësinë, ngatëruan kompatibilitetin me adrenalinin, ngatëruan afërsinë emocionale me tërheqjen e thjeshtë. Dhe jeta, që gjithmonë shpall të vërtetën në fund, shuante një nga një ato iluzione. Bisedat e zbrazta u përsëritën. Kimia ndaloi të mjaftonte. Dashuria e kushtëzuar tregoi kufijtë e saj. Dhe në atë kontrast, ti u shfaqe, jo si kujtim romantik, por si referencë emocionale. Personi që qëndroi kur gjithçka ishte e vështirë, që ofroi besnikëri në një botë lidhjesh të hedhura, që dinte të dëgjonte pa kërkuar, që ishte i pranishëm pa e kthyer dashurinë në negociat. Ajo që dikur dukej si tepri, u bë pikërisht ajo që kishin nevojë, jo sepse ua shpjegoi dikush, por sepse ishin rritur mjaftueshëm për ta kuptuar. Kjo është ajo që Carl Jung e quajti rruga drejt tërësisë, procesi i individuimit. Kur të kishin, nuk ishin ende personi që ishte në gjendje të mbante atë lloj dashurie. Nuk kishte vetëdije të mjaftueshme, pjekuri emocionale të mjaftueshme, takim të mjaftueshëm me vetveten. Por koha ndryshon, rënjet thyen arrogancën, vetmia zbut mbrojtjet, humbjet mësojnë atë që krenaria kur nuk donte të mësonte. Dhe në atë gjendje të re të brendshme, kujtimi yt ndalon të jetë një fazë dhe bëhet kuptim.
Por këtu ndodh kthesa e vërtetë e historisë, nuk bëhet më fjalë për ta, bëhet fjalë për ty. Për gjithçka që ke kaluar në mungesën e tyre, për herët kur u detyrove të rindërtoje veten pa përgjigje, për heshtjen që të detyroi të njihje veten, për distancën që të mësoi të zgjidhje veten. Ajo që përjetove nuk ishte ndëshkim, ishte një proces evolucioni. Sot mund ta shikosh atë lidhje pa vellon e idealizimit, por edhe pa mohuar të vërtetën e asaj që ke ndjerë. Dhe atëherë pyetja ndryshon. Jo më, a do të kthehet? Tani ajo është, nëse ai ose ajo kthehet, a ka vend në jetën që po ndërtoj? Sepse dashuria e vërtet nuk matet nga sa shumë mungohesh, por nga sa shumë mund të mbartet me vetdije. Ndoshta ai ose ajo të kujton ende, ndoshta ky lidhje e padukshme ekziston ende, por ti nuk je më i njëjti person që priste. Dhe kjo është zbulesa më e fuqishme e të gjitha.